Transporti fletëve të votimit e emigrantëve do të kushtoj 10 milion euro. Shpërndarje 245.808 zarfeve do të bëhet në 85 shtete të botës. E kompania huaj shumë kombëshe DHL e themeluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kostoja për një fletë votimi shkon mesatarisht 40 euro për emigrant. Numri i emigrantëve shqiptar që kanë fituar të drejtën në votës e kryeson Greqia dhe Italia të ndjekur nga shtetet e tjera. Fletët e votimit pritet të dërgohen në diasporë në 10 prill, ndërsa mbërritja e tyre do të bëhet në orën 19:00 të datës 11 maj. Fletë e votimit do të shkojë emigrantëve vulosur në një zarf i cili mban një barkod me informacionet për zgjedhësin, shtetin ku banon dhe qarkun për të cilin voton. Zarfi duhet të hapet me kujdes pa u dëmtuar ku brenda do të ketë fletën e votimit. Zgjedhësi do duhet të bëjë shënimin brenda një kolone të palos fletën e votimit dhe ta vendos brenda zarfit. Mbi zarf apo edhe të fletë e votimit nuk duhet të ketë asnjë shënim. Shqiptarët në diasporë nuk do të gjejnë fletën e votimit në kuti postare ku zakonisht merret letra në shtetin ku jeton. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që kurrieri të gjejë personalisht votuesin, i cili duhet i tregojë një mjet identifikimi. Postieri do duhet të provojë deri në 3 herë ta gjejë zgjedhësin në adresën që ka deklaruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Votuesi nga jashtë nuk do të ketë asnjë lloj kosto financiare për këtë proces. Brenda fletës së votimit do të jetë edhe një udhëzues në mënyrë që emigrantët të ushtrojnë të drejtën e votës në mënyrë korrekte dhe të shmangen sa më shumë pavlefshmërinë e tyre.